Ka se thot pejgamberi Allahut vetëm me arritjen e Ramazanit, nëse je gjallë dhe përjeton në Ramazanin me një jetë të mirë, të falen të gjithë mëkatet e vogla. Vetëm me shkel në paragon e Ramazanit, Ramazani nëse të rokit në derën tane, vetëm se mëkatet e vogla janë falë, si shta lajmëroj dhe në para lajmëroj pejgamberi Allahut. Do leo të ndëshëm transmetohet me një hadith, që Talhat ibn Ubejdillah në rëfen, një shoku pejgamberit Allahut dhe thot, erdhën di vëllezër të pejgamberi Allahut dhe pranuan islamin për një ditë, dhe njëri nga ta ishte më aktiv në ibadet, dhe ki që ishte më aktiv në ibadet, dol në gjihad dhe vdic si shahid, e përdërsa vllau i tij tha jetoj dhe një vjetë, e pastaj a i vdic në shtëpi. Mirë po Talhat ibn Ubejdillah rëfen, qka ka po a i një natë prej natëve në ëndrën e ti, kjo ëndër e Talhat ibn Ubejdillah i çuditi dhe i habiti shok të pejgamberit Allahut. A dini çfarë pa Talhat ibn Ubejdillah? Tha e pash vetën se ish në pranë dirëve të xhenetit. Para me e ikshin këto di vëllezër. Dol dikosh prej mrena nga mrenësia xhenetit e hapi derën dhe e mor këtë njeri vllavin e tij, që nuk vllavin e shehidit e shtini fillimisht në xhenet. E pastaj tha dol sërish dhe e mor vllavin e tij të shtini në xhenet dhe më rradha që unë të hinë xhenet. Atëherë më tha, ende s'ka koha jotë. Ta më dol kjo donë, më dol gjumi dhe ja rëfen shokëve të pejgamberit Allahut. Arrin kjo ëndër në veshin e pejgamberit Allahut dhe thot pejgamberi Allahut, pse çka po gjoditni? Tha ja Rasul Allah, ta ish më aktiv dhe vdish shahid, ndërsa vllau i tij nuk ish aktiv si vllavi vet dhe nuk vdis shahid, që shka si ka mundësi që kitë in xhenet para vllavit vet që ka vdekën shahid. Tha pejgamberi Allahut, a nuk është ki që edhe një vjet jetoj më shumë se ai? Tha po. A nuk është ki që edhe një Ramazan e jetoj dhe agjeroj? Tha po. A nuk është ki që ka të sejgjë dhe Allahut ja boni? Tha po. Pra ndëgjone, jo vetëm që ki ka hin pa ka hin xhenet, mirë po dhe ki është lartësu në xhenet, dhe diferenca mes këti dhe vllavit vet në xhenet, asa diferenca tokës dhe qielli. Diferenca në xhenetin Allahut azza wa jalla asa toka dhe qielli. Para tonë të pejgamberi Allahut, kur kaloi prej në varreza e pyetit pranishme dhe i tha, a e dini cila është ëndra dhe dëshira e flakt e këtij që pushon në këtë vend? Than Allahu dhe pejgamberi Allahut e din, tha dëshira e flakt e tij që të drin gjallë dhe ti ban dik dhe ti reqat namaz të rëndom që ju duken juve në sinin tuaj. Cila është ëndra e babas tim dhe babas tan? Cila ëndra e sërgjishë tonë që kanë shku në ahiret të rinë gjallën dhe Allahun azza wa jall të adhurojnë? Para të Rabi ibn Khudhejm, kur prezenton të me një varrim, i thonë të ati që e kish afer, cila është ëndra e këti njeriu që peshlojmë tash në varë. A ju përgjitë dhe thonë të jetë konë gjallë dhe direqat namaz t'i banë për Allahun e ti, atër e prekte lëkun të ata dhe i thonë të pra unë dhe ti jemi nga ato, të tregojmë se vërtet na jemi mirë njohës që Allahu azza wa jall në zgjati jetën. Zgjatja e jetës është dhurat begati e Allahut azza wa jall. Pa ata vëllezër të ndershëm, e begati dhe ma e veçantë që bemri agjerimin, a jemi të gatshëm ne që ta prismi këtë misafir si që duat, për të qenë ne të gatshëm vëllezër të ndershëm, e para çështje që duhem të dim pozitën, vlerën e këtij musafiri.